ai njeri i cili zë dijen për hir të Allahut te bareke ve teala, ai njeri do të ketë prestigj, do të ketë famë, do të ketë autoritet, edhe nëse është i përbuzur dhe i nënçmuar. Pra dija është ajo që na ngrit neve. Dhe dija është ajo që na bën të lartësuar në mesin e njerëzve. Edhe nëse pozita jon, edhe nëse statusi ynë shoqëror nuk është i lëvduar. Përmendet se Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, e kishte lënë si mëkëmbës, si zëvendës Nafiun në Mekë. Pastaj Nafiu ka shkuar dhe e ka takuar Omerin në Asfan. Omeri radiallahu anhu e ka pyetur se kë kishte lënë zëvendës të tij në Mekë. Nafiu kishte thënë e kam lënë Ibn Ebzan. Kështu e ka pasur emrin. Omeri, duke qenë se nuk e ka njohur, ka pyetur se kush është ky Ibn Ebzaja. Nafiu ka thënë se ky është një prej robërve tanë. Ka thënë Omeri, si në Mekë e ke lënë dikë që është rob, e ke lënë zëvendës? Ka thënë po, për arsye se ky është njeriu i cili e njeh Kur'anin shumë mirë dhe e njeh shkencën e faraidit që ka të bëjë me ndarjen e trashëgimisë. Kur Omeri radiallahu anhu i ka dëgjuar të fjalë, e ka thënë një fjalë e cila është më shumë se sa thjesht një hadith, është një maksim, ka thënë kësaj, nëse është kështu siç po thua, kjo është nga se i dërguari juaj Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Vërtet Allahu me këtë Kur'an do t'i ngrit disa njerëz dhe do t'i ul disa të tjerë. Pra e ka ngritur Ibn Ebzan me Kur'an dhe këtu qëndron sekreti dhe kështu e ka interpretuar Omeri radiallahu anhu këtë pozitë që e ka marrë Ibn Ebzaja, edhe pse dikur ka qenë një sklav. Imam Shafiu, Allah mëshiroft, ka thënë kush e mëson Kur'anin i rritet vlera ati. Pra nëse dëshiron që ti jesh edhe i ngritur, ti jesh edhe i lartësuar, ti jesh edhe me pozitë, të kesh vlerë tek Allahu fillimisht, pastaj tek njerëzit, atëherë rruga që të çon tek kjo i bie ka Kur'ani fisnik. Pra mësoj Kur'anin sepse do ta njohësh Allahun te bareke ve teala e pastaj do të kesh të mira të pafundme çfarë vetëm Allahu te bareke ve teala mund t'i jep.